Flas jo vetëm si deputete, por para se gjithashtu si një qytetare një shteti i cili është marrë peng nga një parti politike me tendenca shtetshkatruese. Sot dua të flas për qytetarët që presin zhvillim të politikave për një shërbim më të mirë shëndetësor, për prindërit që mezi ja dalin muajit, për të riun që kërkon një vend pune me meritokraci, për bujkun, për punëtorin, për biznismenin që lufton çdo ditë për ta mbajtur biznesin gjallë dhe në të drejtë pyesin, çfarë po ndodh me vendin tonë? Dhe përgjigjja është e thjeshtë dhe shumë e qartë. Kosova është marrë peng dhe kjo është për turp. Kosova është marrë peng nga një parti e cila erdhi në pushtet me fjalë të mëdha. Kosova është marrë peng nga një parti e cila arriti që shpresën e qytetarëve për një jetë të mirëqenë ta keq përdor për ambicet e veta për pushtet. Kosova është marrë peng nga një parti e cila veç mirëqenien e Kosovës nuk e ka në agjendën e saj. Dhe kjo parti e ka lënë vendin sot pa institucione. Kjo parti po luan me besimin tuaj, qytetarë të dashur, dhe po luan me durimin e një populli që ka duruar më shumë se ç'duhet, por çdo durim e ka edhe një fund. Kosova nuk mund të pres më.